Një ngjarje e dyshuar kriminale është regjistruar në orët e para të mëngjesit në lagje numër 13, zona e plazhit në Durrës, ku në derën e një biznesi është gjetur një sasi e dyshuar lëndë eksplozive. Dyqani rezulton në pronësi të reperit Rigec Rajku, i njohur me emrin artistik Noizi. Lënda plasëse ka mbetur e pashpërthyer, ndaj nga ngjarja nuk raportohet për persona të lënduar apo dëme materiale. Pas konstatimit të rastit në vendngjarje kanë bërritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur veprimet për dokumentimin e ngjarjes, zbardhjen e rrethanave dhe identifikimin e personit ose personave përgjegjës. Ky nuk është rasti i parë që bizneset e reperit përballen me ngjarje të tilla. Në qershor të vitit 2022, një sasi tritoli u vendos në një dyqan rrobash dhe në lokalin e tij, pa shkaktuar të lënduar. Për atë ngjarje hetimet vijojnë nga prokuroria e posaçme, ndërsa sipas të dhënave të bëra publike gjatë hetimit, vendosja e eksplozivit dyshohet se ishte urdhëruar nga Alaert Haxhiu, i dënuar me burgim të përjetshëm për të ashtëquajturën masakra e Lushnjës së vitit 2017. Hetuesit po verifikojnë nëse ngjarja e fundit në Durrës ka lidhje me episodet e mëparshme apo bëhet fjalë për një konflikt të ri.